يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ky është dersi 20 poshtë që flasmi rreth përfundimit të jetës njeriut, se si shkon çështja deri tek përfundimi i jetës, pastaj për më orë dhe tek ato pyetje që kena pas para mendu me fol në varë, që i vinë. E sot është ato që deshta pak me përmend, aja është se nëse një njeriut i kanë ardhur momentet e fundit të jetës e tij, nëse i kanë ardhur momentet e fundit të jetës e tij, a preferohet, është legjitime, është e pëlqyer që personi kur i kanë ardhur momentet e fundit me qenë i kthyer në drejtimin e kibles. E nëse s'është me kthy, nëse i kthyer me aspektin e shkollave juridike, si të mëdhëbet Hanefije, Malikije, Shafiije, Hanbelije, pjesat dërmuese e këtyre dietarëve të këtyre mëdhëbeve kanë thonë se, ose themi 4 mëdhëbe, 4 të shkollat juridike kanë thonë se nëse muslimani është në fundin e jetës së tij, preferohet me kthy nga kibleja. Por mos ta keq kuptojmë, nuk obligohet, nuk don të thotë që e kemi obligim, por e preferuar. Disa kanë thonë sunnet. E dallimi sunnet e preferuar nështë ta keni pak parasysh. Por si e preferuar mbetet tek 4 shkollat juridike. E si me kthy pikibes, a ban me sqaru? Tani këtë në për shkollat juridike kanë fol, këtë shumë si me kthy. Mas pari kanë thonë, kthehet, këto që shkojnë pjesa dërmuese e 4 shkollave, kanë thonë, mujt, nëse, personi mu kthyn nga e djatha, mbështetet në të djathën, edhe me fytyrë nga kibleja. Mbështetet në të djathën, edhe fytyrën të kthym mbi kibles. Po tjetër, po nëse s'mund qështu, qa me bo? Kanë thonë, nëse s'mund është qështu, kanë thonë atëherë, është i shtrin qysh niv, qysh e lojnë atëna, në këkërshpines, por këmbët e ti, shputat e këmbëve të ti, i ka të kthyer nga kibleja. Që veç me marë si hipotetikisht, nëse quhet, është qunë drejtim të kibles. Nëse ulet, është në drejtim të kibles, fytyra e tij në drejtimin e kibles i bjen. Pra e para, në mujt në të djatën, me konë si mbështetën me fytyrë për kibles. Nëse s'mënët qështu, kanë thonë atëherë, në këkërshpine themret shputat e tij nga kibleja. Disa kanë bënë sqarim edhe më të madh, kanë thonë po bëjnë asnjë lloj krahasimi me namazin. Se personi namaz, kur s'mundet mu fol në kom, qysh është? Falet ul. Por kur s'mund mu fol ul, qysh falet? Shtrihet në të djathtë, qysh për theu mina qështu, në të djathtën e tij dhe li dhe falet. Po disa të mëdhëbeve kanë thonë, po nëse s'mund djathtën, që se kone pengesë kinena, në i vromje, në i send, ka thonë kthehet në të majtën. Edhe nga që këta, kanë bo krahasim, kanë thonë, nëse s'mundet, personi që ju ka afru vdekja, s'mundet në të djatën se ka një problem, kthehet në të majtën. A më fytyra nga kibleja.
nëse as ke smon kërkëshmine. Amo këto ma pak e kanë rrej qështë. Para që ma shumë që kanë trajtu djetarët e medhebeve, kanë thonë se nga e gjatha, me këty për kibles është ma mirë, që letë në rrej jetë personi me fytyrë për kibles. Po nëse smon atëherë shtrim kërkëshmine edhe me fytyrë, dhe shputat e këmbës e ti janë, kja nëse e shofmi që personin e bezdis, personin e mundan, kjo me këthy për shumë në që të momentet e fund kollimbje me këthy kështu, e mundan, nëse shofmi si kështu, atëherë e lajna, vetëm këmbët e ti let janë nga kible janë mjaftën. Edhe pse nashta nuk është e nevojshme, nuk është pa tjetër, me la me prit këtë gjendje në momentet e fundit, kejt. Po këto të fundit që u përmend themrat e ti nga kibleja, mund edhe me heret. E bani një shtrat të prindit tuaj, që mës me lodh pastaj kur smu për të kthej pak anej, që përmend Haxhia. Mës me lodh pastaj, por let janë shputën në start, në fillim, që kur e ka problemin e smundjes së sane, i drejtohet shtrati i tij dhe që sa herë të shtrihet në atë shtrat, shputat e tij janë nga kibleja. E qartë ishto? Ndërsa, a thu, ku mbështeten këta 14 hejbe, tha, nuk thanë pak, ta dhim, 14 hejbe kështu thanë. E ku mbështeten këta 14 hejbet? Djetarët që ka miren me zingjir, ju me zingjir druve, por me zingjirin e transmitimeve, a janë as janë të vërteta. Kanë thonë, mjos që e kanë siko që si mbështetje, e ka sjellë Imam Hakimi, për e Ebu Qatades, se Ebu Qatade ja thët, Al-Bara ibn Ma'ruri prej sahabeve, ishte prej sahabeve, Imam Hakimi e ka punë që këtë hadith, edhe që ka thët, hajde mësë, thët se kjo sahabiju, kur i erdhi momenti me vdek, la do amanete. Në mesin e amaneteve që ka la, i tha 1/3 e pasurisë sime, që njani pejgamberit, jep jani ati, sallallahu alaihi wasallam. Edhe, kur i erdhi fort për me ndru jetë, sahabiju kjo El-Bara ibn Ma'ruri, tha, këthem një mu, ose këthem një nga kibleja. Edhe i shkoj lojmë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I thanë se filan sahabiju vdiq. Thanë vdiq, por i kalon të porësi. Qka? Ta kalon 1/3 e pasurisë ty. Thanë 1/3 ja qaj thmive ti. Së më vynë. Sa ko shumë interesun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pasuri. Po të dënë të pejgamberi unë, do të shtëbën njëri më i posërin bëtë. Po pejgamberi unë, Allahu e ka lutë. A pa dënë me konë pejgamber rëbë? A pejgamber mbret? Po du me konë pejgamber rëbë. Jo me pas milionat. Ska dosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë rast aja pasi një kthej. E kur i thanë që ka porosit ky sahabiju, me këthy prej kibles, kur ka vdek, para se me vdek, shka tha pensëm, tha, asab el fitra. Ja pas ka qilu në të shmeris të rrubit njeriut muslimonit. Ja pas ka qilu. Mirë pas ka vepru. Nga që kjo, u nesën këta dhe thanë se pas mi një argument që kë ka mirë për deso pejgamberi e ka pëlqy, kë ka mirë me këthy personi që ju ka afru vdekja, me këthy nga kibleja. Mi po në fakt kjo hadith është mursel, dhaif, i dëpt. Hadithi kjo. Por edhe hadithet e tjera që janë me kuptime tjera, i kënë të buën si ku më mbledh ketë për mësë mjë lodhë ju. Por e pëthurim një fjali, si hadith direkt tek pejgamberi për këtë çështje, s'ka asnjë. Me ju fluk librave të hadithit krejt, nuk gjendet në hadith sahih, autentik, i vërtet, që s'dëshohet në saksin e tij, deri tek pejgamberi që ka thonë qështu ose ka pëlqy, nuk gjendet. E çfarë do të thotë? Për hadith nuk pasmi.
Mirë, po, nëse i këshyrmi, po sahabët, se hadith nuk ka. 4 medhebet thanë qështu. Ama hadith që paska, ajet jo se ju, por ajet jo është, ejnë me të wellufe të me vëgjhullah, ka do që të kthehini, a ne jeni këthy nga Allahu. Për të ajetë së shpërton. Hadithet që e nërë, i ke marrë njësa me kuptime tjera, e i qesim për ton. Apet, sështë, për hadith që fletë direkt për temen, s'kas një. Mirë, po djetarët e haditheve, kur i të bun argumente për këtë çështje, thanë se hadithe nuk paska, por paska fjallë selefit. Paska fjallë të herë të parve. Paska veprime sahabeve. Paska veprime të sahabeve dhe tabiinëve. Hajde alim selam. Prej tyne, e kem prun një transmetim prej e ka sill Ibn Abi Shejbe, musanefin e tij. Ibn Abi Shejbe ka mbledh mashallah hadithe dhe e therë parve shumë. Shmime posat liber për në zonësat e dijes. Dhe a i thët se ka pru një transmetim prej Omerit. Se Omeri radiallahu anhu, kur ka vdek, ka thonë këthem në një fëtyrën nga kibleja. Omeri. Por thonë dhejtën këtë transmitimin e Omerit radiallahu anhu ibn Abi Shejbe ka pru. Ka pak ille i thënë arabisht. Ka pak sëmundjen transmitim. Është një transmitim i Hudhejfes. Hudhejfe radiallahu anhu, a i ka porosit që në momentet e fundit të jetës e ti me këthy ato nga kibleja. Por që ta kanë thonë disa që është i vërtet. Pastaj, prej tabiinëve Ibrahim an-Nakhaiu, prej aty në gjeneratës e dytë tani. Gjeneratë e dytë kë e ka përmend se është kone njoftër. Kur thot tabiini, është kone njoftër, çka i bjen? Gjenerata ti tabiin dhe sahabe. Ka qenë njoftër që personit kur t'i vije momenti i fundit të jetës së tij me kthy pe kibles, por tregova porsi që për hadithe këtë janë me ille, me smundje, ndërsa që shkojnë që flasin për këtë temë, ndërsa ka fjalë diçka të selefit që kështu kanë vepruar. Por e kanë përmendur edhe 4 mëdhëbet. Ndërsa Neveviu ose nifet Imam Neveviu që kena pas shpjegu 20 hadithet e tij të Imam Neveviut, që kena shpjegu 20 hadithet e Imam Neveviut të, a di që ka pru? Ky thot se me pajtimin e fuqahave, dietarëve, Imam Neveviut është të kështu. Me pajtimin e dietarëve është kjo se të sëmuarin kur t'i vjen momenti me ndru jetë me kthy pe kibles. Me kthy fytyrën e tij, ose që përmena pak më herë na mungut. Imam Neveviu bjen pra ixhma, i thojnë. A ixhmaja, ta dim, ixhmaja tek na ahlu suneti është argument. Ixhma është argument. Por mundemi mës, kanë thonë dietarët kur kanë folur për fjalën e Neveviut ose Imam Neveviut, kanë thonë se kjo fjala ixhma nuk po na flan fort në zemër. Pse? Se si të ishte kjo ixhma tani mu kry. Çashtu edhe pikë. Pse nuk po na flan fort në zemër? Kanë thonë për shkak se ixhma do të thotë mu pajtu krejt. A Imam Maliku nuk është pajtu me që thonë. Që personin, kur është momentet e fundit të jetës e tij me kthy për i kibles, Imam Maliku, imam i madh, i pari i shkollës malikije, ajo është dietari i sunetit parve, ai fikut i sunetit. Ai ka thonë se nuk e ka pëlqy, sa ka ndalu, normal, po se ka pëlqy. Po tjetra akon e kush, po, ka edhe Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib i kë është gjenerat e dytë edhe kë. Ama është prej matë diturve. Ta beni thë, prej matë mëdhajve, prej matë diturve.
Said ibn Musayyib kë. Edhe ali që ke pas në zërë, i kish pas në ndërë, Said ibn Musayyibit. Said ibn Musayyib kur ka orë momenti me ndru jetë, edhe aj akraballoku i vetë, shpia vetë, antarët e vetë, e kanë marë Said ibn Musayyibin këta, tabiin, e kanë marë e kanë këthy për kiblës. Kjo Halep pa vdek. Halep pa vdek e kanë marë e kanë këthy për kiblës. Said ibn Musayyibin, por ati, këta mendu që gote për do me të shu shpit. Ju këthy edhe pak tjera, shka bon, tha? Thanë, kur gjotë këthym për kiblës. Këthem tha ka kesh. Tha këthem ka kesh, edhe këthytën ka. Nuk pranajke. Said ibn Musayyibi, edhe pse në që atë momentet e fundit, por nuk pranajke me këthy për kiblës. Nga që kjo, e nëzirë me ato se, me thoni gjmo, koncenzus, nuk është bashkë qëlluar. Por konkluza, Ibn Mundhiri në librin e Lausat ka thonë se shumica e dietarëve islam janë të mendimit se personi kur t'i vjen momenti i fundit të jetës e tij me këthy për kiblës. Ky tha kështu. Imam Nevavi tha ixhmo, po ixhmo thash nuk pajtohet për shkak të atyre që i përmenda, se pas ka pro dikush që ka punu kundërtën, jo ixhmo konsenzus, po shumica po. Edhe 4 shkollat juridike kanë ardhur në konkluz se është e pëlqyme. Është e pëlqyme personin me këthy për kiblës, nëse ty, për shumë të djenë momenti me ndru jetë. Edhe tash, nëse ndodhë me të qëllu në ofër, ty ka me të këthy pak për shumë për kiblës. Në mu isha këtë qitë kra me të abon, për shumë mu mështetë në të këti edhe me fty për kiblës, i shko mirë. Mësë mu isha nëse shetë që a i punture shumë e sene, asë mu ku di së në bon, atëherë të kthej këmbët shputat e tua me të mbet prej kibles e ti me kojnë shtrin. Që i bjen, nëse që u hësht, je që ndajtim të kibles. Kjo është që kem po të pëlqyër 4 shkollat juridike, kam pos, në thonë dhejtën kam pos me folë edhe për çështjen tjetër, për nashta këto po mbetet tash për herën tjetër, e ajo është që të vdekurve tuaj mjaknu Jasinin, ama kjo mbetet për herën e ardhshme qysh kuptu edhe çka është për qëllim me këtë. Me kaq përse dhe lusmi Allah të na fol na mëshirën, lusmi Allahun azza wa jall në xhennet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.